Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi Allahut qoftë mbi ju. Vëllezër dhe motra, këtë trup që na ka dhuruar Allahu i madhëruar dhe ne mundohemi ta mbajmë sa më mirë, kur dalim para asaj pasqyrës së madhe, shpeshherë na duket sikur nuk ka më të bukur, nuk ka më të pashëm se ne, nuk ka më të zgjuar se ne, nuk ka më të ditur se ne. E dini çfarë do të ndodhë me këtë trup? Në momentin kur ta dorëzojmë shpirtin tek Zoti i gjithësisë dhe këtë trup do ta fusin në ndë të afërmit tan, miqtë tan, njerëzit që na duan, ky trup sado i mirë, i bukur, i pashëm, i fortë të jetë, kur të hyjë në ndë, do të fillojë dhe të hahet nga krimbat. Do të shkojë cop-cop, derisa të mbaroj, derisa të shkrihet. Dhe si kujtoni ju se nuk do të ndodhë dhe njëjta gjë mbi tokë me pasurinë që keni lënë, nëse krimbat do hanë trupin ton në tokë, ata që na kanë varrosur, që kanë derdhur lot, do marrin pasurinë. Njësoj si krimbat që na mbaruan trupin, ashtu do mbarojnë edhe ato pasurinë. Po me çfarë do ngelim ne para Zotit? Do të ngelim pikërisht me veprat tona. Do të ngelim me ato punë që kemi bërë gjatë kësaj jetë dhe me ato gjurmë të mira që kemi lënë në këtë jetë, apo Zoti na ruajt edhe gjurmë të këqija. Thot Allahu i madhëruar në Kur'an: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dhe ne do të ringjallim ata, do t'ju tregojmë se çfarë kanë punuar, çfarë kanë vepruar dhe çfarë gjurmësh kanë lënë. E për ata të cilët gjëja vetme ka qenë kjo dynja, ka qenë bukuria e këtij trupit, ka qenë hieshia e këtij trupit, nuk ka qenë asgjë tjetër përveç se kësaj dynja dhe s'kan menduar asnjëherë për ahiretin, pikërisht ata do të thonë: Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. E nëse ne do të ishim prej atyre të cilët do t'i venim vesh fjalëve të Zotit dhe do t'i logjikonim, do t'i mendonim ato, nuk do të ishim prej atij popullit që do të digjet në zjarrin e xhehenemit. Prandaj vëllezër dhe motra, të mendojmë edhe për ahiretin e jo vetëm për këtë dynja. Të mendojmë edhe për atë të padukshmen, shpirtin ton, ta zbukurojmë edhe atë, të paktën sa mundohemi të zbukurojmë trupin ton.